Policia rrugore ka zbardhur dinamikën e aksidentit të rënd në aksin Vor-Fushkruj, ku humbën jetën 4 të rinj. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, automjeti tip Mercedes, me të cilin udhëtonin viktimat, ka kryer parakalimin e 2 kamionëve dhe më pas është futur sërish në korsinë e tij, kur është përplasur me një betoniere të ndaluar. Shoferi 24 vjeçari i betonieres ka deklaruar përpara hetuesve se sapo kishte hyrë në rrugën kryesore, mjeti ishte fikur për shkak të mungesës së karburantit. Ai ka provuar ta ndezë 2 herë, por pa sukses dhe më pas është larguar për të marrë naftë në një pikë karburanti pranë vendit të ngjarjes. Sipas tij, ai kishte haruar të aktivizonte bllokazhin e makinës. Grupi hetimor konfirmon se përplasja ka qenë e fortë si pasojë e shpejtësisë së lartë dhe mungesës së fushpamjes nga drejtuesi i Mercedesit, i cili nuk e ka vënë re betonieren e ndaluar pas manovrës së parakalimit. Nga ekspertiza e policisë rezulton se mjeti po lëvizte me rreth 170 km/h në momentin e përplasjes, ndërsa gjatë parakalimit shpejtësia mund të ketë arritur deri në 200 km/h. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësinë e plotë mbi shkaqet e aksidentit tragjik.